Këtë dielën në kryeqytet u mbajt maratona ndërkombëtare e Prishtinës, një ndër ngjarjet më të rëndësishme të atletikës në vend. Në këtë garë morën pjesë atletë të shumë nga vende të ndryshme të botës, ndërsa fitues doli atleti gjakovar Tiran Mamusha, i cili edhe këtë fundjavë arriti të renditet i pari. Në një deklaratë Mamusha është shpreh i kënaqur me rezultatin dhe theksoi se ndjehet i lumtur që po vazhdon të jetë i suksesshëm në garat ku merr pjesë. Gara fundi ka qenë në Prishtinë Dillen. Prishtina është gara më e madhe që ndodh në atletik në Kosovë, edhe atë kam arritur në distancë 21 km me doli pari, duke më parasysh ka qenë një konkurrencë fort, ka pas diku 1800 garoz, diku nga 30 ose 34 shtete të këtë botës ka pas garoz. Kam arritur me doli i pari, për mua është knatësi e madhe me fituin me një garë që matë në vendin tonë, edhe që është gara më e madhe, eventi më i madh sportiv, edhe për mua është shumë i lumtur që po vazhdoj ecurinë e suksesshme të garave. Duke marrë parasysh që këtë fundjavë shënohet java evropiane e sportit, Mamusha foli edhe për rëndësinë e aktivitetit fizik, duke theksuar se jeta e tij është e lidhur ngushtë me sportin thuajse 24 orë në ditë. 24 orë jemi i lidhur me sportin, në pjesën që punoj është pjesa si trajner kondicional, edhe trajner boksit për klasave, për grupet e fëmijëve, ku i kam diku 6 deri në moshën e 14 vjeçare si trajner fëmijët, në teknikën e boksit, në pjesën kondicionale, dhe i kam diku 4 sportista, boksera edhe kickboksera që punojmë mëngjes me ta me pjesën kondicionale. Java Evropiane e sportit ka për qëllim të promovojë një mënyrë jetese aktive dhe të inkurajojë përfshirjen sa më të gjerë të qytetarëve në sport, e një thirrje të tillë e përcolli dhe atleti Mamusha. Këshilla jeme për të gjithë njerëz, pa marrë parasysh moshën, ju kisha sugjeruar, ju kisha këshilluar që 45 minuta deri 1 orë është shumë e mjaftueshme që një person më marrë me sport, edhe është kohë që çdo njeri mund t'ia kushtu vetes. Domethënë 45 minuta 1 orë është trupi yt shumë falenderos. Jo vetëm pjesa fizike, por edhe pjesa mentale. Në një tjetër fitore në garën më të madhe të atletikës në vend, sportisti Mamusha vazhdon të dëshmojë se përkushtimi dhe puna janë çelësi i çdo suksesi.